Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Të merr shumë kohë të arritësh në jetë, por pak sekonda të shkatrosh çdo gjë, njëjtë si rasti i fundit në ferma VIP. Fabiola Lezaj, modelja e njohur, duket se pranoi këtë sfidë e ishte pjesë e një spektakli 100 ditor, ku nuk ja doli të triumfonte as deri në gjysmën e tij. Për arsye të një ofendimi ndaj prezantueses Arbana Osmani, publiku vendosi ta përjashtoi nga spektakli përmes televotimit me pyetjen nëse Fabiola Lezaj duhet të përjashtohet nga gara. Por kjo nuk kishte gjitha, nuk reaguan vetëm mediat, nuk reaguan vetëm mbështetësit, nuk reaguan vetëm gazetarët, por edhe Ledion Liço e Luana Vjollca. Ledion Liço, me njëherë pas ofendimit të bërë nga Fabiola për Arbanën, moderatori nuk e kurseu thumbin për moderatoren. Si mund ta bësh gjumin të qetë me gjitha të lumë që përfaqëson? Ishte kjo një story e publikuar nga Ledioni, ku ndjekësit për pak minuta aluduan në mendime të ndryshme. Nuk mjaftoi vetëm kjo. Edhe ish prezantuesja formatit Luana Vjollca reagoi në mënyrën e saj, duke hequr nga lista ndjekësve formatin që kishte në ndjekje prej kohësh. Pas një ofendimi të tillë, shtohet pyetja, apo mbrohet etika dhe kodi i medias ende, apo po shkelet çdo ditë e më shumë?